Përshëndetje dhe mirë se vini në Noli Show, Noli TV. Kam nderin dhe respektin që kam njerëz të ftuar, njerëz që duan punën, njerëz që janë të suksesshëm. Edhe pse lëvizin nga vendet e tona, trojet tona shqiptare, kur dalin në vende tjera, ata bëjnë çmos dhe vinë me një sukses shumë të madh. Sot kemi të ftuar zotin Recep Merlot Kryeziu. Është një vreshtar i njohur shqiptar nga Kosova, i cili është bërë i famshëm për verat e tij, Merlot, dhe për punën e gjatë në fushën e kultivimit të rrushit dhe prodhimit të verës në Zvicër. Sepse shove Kosovën edhe shkove midis Zvicrës me kultivu verën. Ti e din që vera jonë është, vera Rahovecit është në ndër verat më të mira. Kështu që të uroj një mirëseardhje në Noli TV, është kënaqësia ime që sot do të flasim me ty. Mirë se ke ardhur. Dhe si e ke kalu sot ditën? Sot e kam kalu ditën shumë mirë. Ishte ditë me diell këtu në Zvicër, edhe si zakonisht jam afër familjes time, mirë kemi kalu. Sot e kam ndërmend më të kthy shumë herët. Do të dalmi fëmijëria juaj. Dhe dalmi shkollimet e juaja që i keni kryer në Kosovë. Atë kohën a mbani mend dhe si ka qenë e koha atëherë? E mbaj mend shumë mirë. Unë kom lindur në fshatin Den, Bregdrini të Bardh. Është fshat që shtrihet në Anadrini. Anadrinia është e njohur për bujqësi. Në Anadrini kultivohet përveç perimeve e kulturave bujqësore si drithna, kultivohet edhe vreshtaria edhe përpunohet vena. Si fëmijë i kom ndihmu babës tem shumë në bujqësi. Dhe e kom regjistru shkollë, masi e kom kry shkollën fillore në fshatin Ratkoc, shkolla fillore 4 dëshmorët, me sukses shkëlqyshëm, jom regjistru në shkollën e mesme bujqësore në Pej, në drejtimin pemtari vreshtari. Edhe atje e kom kry me sukses të shkëlqyshëm. Bursin thuhet, e kom pas prej sipërmarrjes bujqësore industriale të vreshtarisë të Rahovesit. Nga aty me kanë propozu me studiu vreshtarin se ju ka kërku kuadrë në kombinatin bujqësor. Dhe kom përfitu edhe bursën e kombinatit bujqësor, edhe kom regjistru me qenë se në Prishtinë nuk ishte dega e vreshtarisë dhe e pemtarisë, por ishte vetëm e bujqësisë përgjithshme, u detyrova me shku në Beograd. Beograd regjistrova Universitetin e Beogradit, Fakultetin Agronomisë, në drejtimin pemtari vreshtari. Atje kreva vitin e 2, 4 semestra, regjistrova semestrin e 5, ishte koha viteve 1981. Dhe u detyrova mu tërhek prej atje, erdha në shtëpi, në Kosovë. Mas një kohë të shkurt, u detyrova për shkak të kushteve ekonomike të emigroj në Zvicër. Erdha në Zvicër, pata fatin e gjeta punën më njëherë të profesionit tim, në vreshtari. Edhe këtu ju pëlqeva këtyre shumë, po edhe unë mësova prej këtyre shumë. Edhe sot jam këtu ku jam. Në dalim pak mbrapa, do të kthehemi pak në Beograd, mos e përmend në Beogradin. Po. A keni qenë vetëm atje, po keni takuar edhe shqiptarë dhe keni takuar njerëz që ju kanë mbështet, ju kanë përkrah? Si ka qenë? Në Beograd, vetëm në internatin qyteti studentëve kemi qenë 700 shqiptarë, ndoshta edhe më tepër. Kemi pas klubin e studentëve shqiptarë që u quhej Përpjekja. Këtë emën Përpjekja e ka lënë Esad Mekuli, kur ai ka qenë profesor i fakultetit gjuhësor filologjik në Beograd. Dhe na aty imi taku për çdo herë kur kemi pas kohën e lirë.
mas ligjëratëve, mas përgatitjeve në për biblioteka studentore, kemi pas takimin aty. Kemi qenë shumë të lidhur. Një ndër ta, mujta përmeni, unë shokun më të mirë kum pas Prank Leshin. Prank Leshi është i familjes heroike Leshi nga Vranishta Gjakovës. 4 dëshmori kanë traumë në luftën e fundit. Aty e kum taku edhe njerëz të mrekullueshëm, sot edhe kom lidhje me ta. Ndër ta është edhe Luz Haçi. Ndër ta është edhe Jahjaja. Janë edhe shumë tjerë që i kum pas shok, edhe kemi pas një aktivitet të lirë kulturore artistike, aty jemi zbavit, si me thanë. Kemi kalu kohë të mirën. Edhe për krajen kemi pas secili prej secilit, do me thanë kemi kalu shumë mirë. Çka ju shtyri të shkoni në Zvicër, çfarë moshe keni qenë në atë kohë? Në Zvicër, kur ju marrë, unë kom qenë 32 vjeçar. Edhe nuk e kom pas ndërmend me u largu prej Kosovës. Ka qenë një rast shumë kritik. Tashti në hime tregu të gjitha, ai rast ka qenë politik më shumë. Kanë ardhur te një agent policor me 2 policë, kanë ardhur te unë jam konë si zakonisht na miru me bujqësi, kom qenë në kopshtin e familjes time, kur erdhë motra jeme, tha, bas, tha, janë ka të kërkojnë, tha ti duhet me ikë. Kom dalë Gjakov, prej Gjakovës kom marrë autobusin, më shku për Podgoricë, nga Podgorica kom shku në Split, prej Splitit kom shku në Zagreb, e kom marrë Akropolisin e kom ardhë në Zvicër. Këtu më ka prit miki vllavi i gruas teme. Edhe një kohë të shkurt, basi këtu kish nevoj për profesionalista për vrashtari, se Zvicra është e njohur për vrashtari, edhe panë se unë kom shkallësi edhe njohuri për vrashtari, me pranun punë edhe mbeta që atëherë këtu. Wow. Cilat kanë qenë punët e para, mas pari në Zvicër, kur ke shku atje fokusi? Është shumë interesant se unë nuk kom këshirë me zgjedh punë, derisa kom gjetë punën në profesionit tim. Kom punu çdo punë. Dhe kjo ka zgjatë vetëm 6 muaj. Kom punu edhe në këtu i thojnë ndërtimtari, bashtella këtu i thojnë, ndërtimtari. Edhe njerëzit këtu shqiptarë që ishin më propozun une me kërku azil politik. Po une ishna kundër këtij për me marrë azil, sepse gjithë kishna mendim se bëhet mirë edhe shkoj të fëmija mi, të gruaja jame të fëmija mi. Edhe nuk pranova të marrë azil. Po hina në punë, u përvjela punës edhe kum punu shumë. Dhe kum arrit besimin e zvicranëve. Për me ma besu çdo punë zvicranët në vreshtari ma kanë besu. Nëse nuk e të proj, do të tregoj. Lutem. Shefi pronari i kompanisë ku unë u punësova, ka qenë deputet i nacional i Zvicrës. Dhe ai, kur e pa se unë kom njohuri për vreshtari, mi lanë dorë 23 hektar të vetët, edhe 7 hektar që i kishte si themina me qera, si themina kishte 30 hektar plus 12 punëtor, me udhëheq prodhimin edhe me udhëheq çdo punë në vreshtari. Po aty unë përfitova shumë se e ushtrova edhe enologjin. Unë për enologji ku marrë 0, por këtu për 30 vjet e ku më ushtru shumë mirë, edhe fatmirësisht që unë i kom dhanë provimet e kimisë, gjitha kemive, organike, inorganike, agrokemie, geologjie, agrogjeologjie, gjitha,
e kum njoft këtë lami mirë, edhe kum ble literaturë në gjuhën gjermane, edhe njëherë jum përforcu ma shumë. Me literaturë, për krah praktikës, kum arrit me pas një ori në enologji, një ori të madhe, sa enologët e Zvicrës ma kanë lakmi. Mbasi jemi te Zvicra edhe sa ka ndryshim vreshtaritë e Zvicrës me tona shqiptare? Si është kultivimi, ose puna, ose çka ka ndryshmëri? Ndryshmëria në Zvicër është se këta i kanë dhënë përparësi mas shumti prodhimit artizanal. Në Kosovë ka qenë ajo ndërmarrja industriale, kombinati industrial bujqësor, ku ka pas përmbi 4.000 hektar vneshta, dhe janë fermentu verrat, janë fermentu në përfuqi prej 200.000 litra. Ajo është një prodhim industrial, edhe kur njëherë nuk mundet ajo mu bon një prodhim kvalitet sa kjo e Zvicrës në mënyrën artizanale. Do më thënë se cili vreshtar ka pas maksimumin 50 hektar vreshta, po deri në 5 hektar. Edhe këtu, këta janë shumë dhonën mas enologjisë, këta shumë e dojnë venën, këta shumë e njohin venën, edhe e pinë, do më thënë nëse logaritëm 48 litra për person, në çdo vit mesatarja është që i pinë Zvicrant ven. Kurse të na, deri para 3 vite ka qenë një shishe ven, 7 desi e gjys. Nuk kanë pas një ori kur fare për ven. Kurse sot, Kosova i ka kushtet shumë më të mira për prodhimin e verës. Ka si kushtet toksore, ashtu edhe klimatike, i ka shumë më të mira si Zvicra. Po Zvicra ka teknologjinë shumë më të zhvilluar. Megjithëse tash edhe në Kosovë pa prodhohen shumë vena të mira, edhe janë bukur të njohura në Evropë. Jo vetëm që punuat si vreshtar, por ju keni studiuar dhe keni shkruar mbi 10 libra. Për mbajtjen aty në 10 librave, çka janë? Çka flitet aty në ato libra? Unë i kam botu me 6 libra, edhe një kom me autor Zvicran. Kjo me autor Zvicran është kjo, Stein und Wein, kjo, libër. Edhe në mbret disena është emni jem, si jam këshilltar i 2 autorëve kryesor. Libra parë që e kom botu unë është kitja vreshtës. Kitja, na i thojmë krasitja, po kur është puna për vresht, të na shqiptarët e veriut thuhet kitja, me ki vreshtin. Ndoshta keni dëgjuar edhe ju. Po. Libri parë është kitja vreshtës, jam kon specialist për me krasit vreshtën, dhe jam specialist për me krasit vreshtën. Edhe janë 18 variante, 18 format ndryshme të ngritjes së hardhis edhe modifikimet e tyne. E unë për çdo formë e kom studiu mirë, e kom qetë në një libër, edhe mënyrët edhe modifikimet e tyne. Me këto unë kom pas një lavdat shumë në Zvicër, se Zvicranti kanë prej 18 që sënë këtë botën, Zvicra i kanë 7. Edhe ekspertët Zvicranë kanë thënë se i vetmi jeti, se na kur i herë nuk i kemi nje sa forma i kemi, po ti një ki nje dhe një ki mësu edhe format që i bojmë na. Tani libri 2 është që e kom shkru nga hardhia deri në gotë. Kjo është pikrisht edhe krejtësisht prej praktikës teme. Çdo gjë që kom punu me venën e kom mbajt notica në fletore. Çdo gjë që e kom trajtu venën, kom mbajt noticë. Çdo kohë, çdo temperaturë, kur se verët duhet me pas parasysh temperaturët, unë të gjitha i kom shënu në një noticë, e kur ty kom bon për 3 vjetë, kom bon shumë një libër notica. Prej aty në noticëve, edhe me konsultimin e literaturës gjermane, austriake, edhe italiane që janë përkthyr në gjermanisht, kom arrit me bo një libër shumë të mirë.
edhe ajo libër, kur kom punu në Kosovë, kom punu 1 vit për Gizin Gjermon, për më ndihmu vreshtarëve dhe ventarëve Gjermon. Gizi Gjermon i ka marrë 7.000 franga, ka ble librat e mia dhe i ka shpërndat gjithë vreshtarëve dhe ventarëve në Raoves, për me pas ata parasysh procedurën e fermentimit edhe të përpunimit të venës. Cila është historia e përdorimit të pirjes së verës tek shqiptarët dhe kush ishte zoti i verës? Kjo është interesant, po tashti unë e kom shkruar dhe zoti i bujqësisë kush ka qenë te Ilirët, po zoti i verës te Grekët e Vjetër, po 4000 vjet para Krishtit ka histori vera. Edhe vera prej lindjes afërm, prej lindjes largët, mas pari ka fillu të përpunohet. Iranianët janë të partë ata që kanë bë verën deri te faraonët e Egjiptit. Pastaj vera ka kulmu në kulturën evropiane. Greqia e lashtë ka qenë shumë prodhues i mirë i verës, përmes Greqisë Ilirët e kanë marrë këtë kulturë. Dhe Ilirët kanë qenë prodhuesit e verës më të mirë që a bën në Evropë. Është interesant se përmenden qytetet prej Vlorës e deri në Ptuj, atje qytetet ilire që është përpunu vera ilire. Mirë po me ardhjen e Osmanëve, me ardhjen e Turqisë, sundimi turk, 500 vjeçar, shqiptarët e kanë humbur traditën. Derisa keltët kur kanë pi kanë pi vetëm burrat, e gratë nuk i kanë leju, nëse një grua kanë zanë të i pi ven. Etruskët dhe keltët e kanë vra gruan. Akon e ndalume. Ilirët kanë pi gra e burra ven. Në kohën romake, Dionisusi ka qenë zoti i verës të Grekët e Vjetër, kurse të romakët ka qenë Bakusi, që shqiptarët i thojnë Baku. Sot për mi Shkodër e shkruan në librin e tij Andrea Shundi, profesor doktor Indjeri, profesor doktor Andrea Shundi, e shkruan se në brekin e majtë të bunës për mbi Shkodër, janë sot hala themelët e shen Bakus. Sikur Shqipnia din ta shfrytëzon këto, me ngrit atë kishën e shen Bakus atje, si monument historik, jo si kish fetare, po si monument historik, vetëm prej aty kishte me pas shumë vizitor nga, jo vetëm nga Evropa, po nga krejt bota. Wow. Atëherë të dalim pak të pyes çfarë do të thotë pirja e venës për një popull, apo një kamp? Vena është kulturë, edhe është kulturë, pije shëndetshme, pije shajt, edhe kulturë për një nacion, për një komp. Verën e kanë kulturë kombëtare, Zvicrant, se jam në Zvicër për përmendit parën, Italianët, Francezët, Gjermanët, Austriakët, Slovenët, Kroatët, e kanë kulturë nacionale, kulturë kombëtare. Verën e kemi pas edhe Ilirët e kanë pas kulturë kombëtare. Po tashti nuk e kemi. Është shumë interesant, du me të thanë diçka të vërtet. Daja jem ka pi shumë raki. 53 vjeçar ka vdek nga rakia. E mora si shembull, jo vetëm ai, po kanë vdek shumë.
si kur të kishin pi ven e jo raki, su kur këtu njerëzit nuk din me vdek. Shumë herë thojmë i ka harru Zoti. Nona e shefit, e pronarit të kompanisë ku kum punu une, para 2 vjete ka vdek 107 vjeqare. 107 vjeqare. Po ajo kur pa një gotë ven nuk ka najtë. Një gotë ven, kur ka hangër buk, një gotë ven e ka pi. Vena është pije e moderume. Pse është e moderume? Rakia është vetëm ujë dhe alkohol. Nuk ka ekstrakte bimore, nuk ka fenole, polifenole, nuk ka acide, nuk ka minerale. E rakia tu i pi, shishmohet hala edhe pin ma shumë. Por vera, pse i thojnë pije e moderume? Pse? Në 2 gota, në 3 gotë mjafton se ato astrigenca i thojnë që të rrudh gojën. Ajo nuk lejon ma tepër me pi, po që ajo që e ki pi, ajo të bon mirë. Edhe thush e mjaftushme. Edhe diçka. Po, edhe diçka. Vazhdo. Unë e kom lezu një, tash emri tina nuk më kujtohet, po ajo është gazetar i Londrës, një gazetës shumë të njohur të Londrës, Sukur ju që jeni. Edhe atina i ka interesu, edhe ka bo një hulumtim të njerëzit për inteligencë. Kur ka ardhur në përfundim e ka pose, ata që pipin venën, janë ma inteligent, pse e këta që s'pipin venën nuk është puna të inteligenca, po të harresa. Se vena ku pijet qarkullimi i gjakut është shumë i mirë. Truni don gjak. Edhe truni kur qarkullimi i gjakut deri në tru është i mirë, njerëzit mojnë mend ma shumë. Edhe ai ka ardhur në përfundim se kur ahinte disa zyrtar ka kërku një dokument, ata që s'kan pi verën, kanë këshyrë në kompjuter në cilin ordner, në cilin numër është ai dokument. Deri sa këta që e pin venën, si e ka lyp këtë dokumentin, ata janë që prejara kanë ka partnerin se tamon e kanë ditë se në cilin ordner, në cilin numër është vena. Edhe tjetra, njerëzit e shkollum, njerëzit e moderum, njerëzit e kulturum, kultivum, ata pinë ven. Edhe këthet, edhe budalent nëse rrinë me inteligenta, bohën inteligenta, se dëgjojnë vetëm fjalë të mira. Me qenë se të reguat, me vërtet kisha pas dëshirë të nga të regoni par edhe këshillat për verën, se përmenet pak për konsumimin, dhe sa reagon në trupin e njeriut, dhe sa bën shërim ose shëndetshme sa është, se si duhet të pihet, është kënaqësi të ndijmë se kemi njerëz që kanë probleme shumë të mëdha me shëndetin. Atëherë na trego pak si 3 dekada në këtë punë, atëherë ke çka thuash? Unë do të marrë edhe një shembull kështu konkret. Kur ardh gruaja jam me këtu, thash ndihmon bre dhe unë se kur pim 2 vet na vjen më shumë vera. Kur e kërkoj ajo, jo bre, tha koka thithë, koka therpë, kjo s'po pi ka hiq. Mirë po, unë i thash, vetëm në buzë, vetëm buzë lagi, se e dishna se lagështia gojës ka enzim, edhe e ka një protein, që e tërhek, kur ka enzimet, e tërhek edhe për çdo ditë më shumë mësohet. Edhe filloj edhe gruaja sot, kur t'ullet gruaja jam në tavolinë, unë s'ka nevojë mi thënë qitë e venë, se e din tamam çfarë vene duhet me qitë. Edhe për çdo ditë e pim nga një gotë. Po shka është më interesant? Gruaja jame nuk kanë kohët për as një sen, as yndyrën gjak, as sheqerin gjak, as nuk ka ndonjë problem, kur fare nuk e ka. Unë për veti s'pa flasëm, kur që 72 vjeç i kom, shumë mirë jam. Po, as njëherë nuk e teproj. A për ndikimin e verës,
unë i kom 7 libra prej doktorëve të medicinës që i kanë botu vetëm për verën. Unë nuk jam specialist, nuk di për medicinë, po unë të i lezu ata, ju mësu shumë. Atëherë t'ju pyes pak një pyetje, vera e jonë shqiptare, çfarë vendi zën në botë? Vera jonë shqiptare akon e njohur vera e Kosovës gjatë ish Jugosllavisë, akon e njohur në Evropë, e sidomos në Gjermani e Amstelfelder Wein. Por kjo verë akon një prodhim industrial me shumicë, edhe akon verë për të varfër. Këtë verë, studentët nuk kanë pas pare me ble vera shtrejta, kanë ble këto, edhe njerëzit e varfër në kanë pi këtë vend, për ata akon pak e omël, po e mirë akon. Kurse tashti, pas luftës, Kosova është ka prodhon shumë venat mira, edhe gjithë një ma shumë jënë të interesuar për verën e Kosovës, sidomos në Zvicër, në Gjermani, në Holland, edhe deri në Norvegji, pa shkon vena jonë. Edhe jonë shumë të kënaqur me verën tonë. E për cilin vend e zen, nuk muj me thënë se Franca Italia ka një traditë të lashtë të verës, ata janë mjeshtër për vera, por edhe na ka shkojmë në një drejtim shumë të mirë. Mbasi përmendet Italien, mbasi jeni edhe ekspert i vendës, i verës, prodhues i verës, në cilat vende të botës bëhet vera më e bukur, më e mirë, më e shishme? Venda ka, vera është, çdo verë është e mire. Çdo mjeshtër e bën diçka më ndryshe, është një fjalë franceze që nuk mund të përkthehet shqip, e thojnë terroir. Terroir do me thënë kur është klima e mire, toka e mire që i përshtatet vreshtarisë, edhe mjeshtri i mirë që e bën vendin e mire. Tani në përgjithësi kjo është terroir. Me thënë shqip, nuk ka fjalë shkurt për me thënë me thjeshtësu. Po në frangjishte është terroir. E tashti ku bëhet vena më e mire? Me thënë drejtën, Franca, Italia janë më të mirët, por njerëzit e Evropës janë shpërndasur në krejt botën dhe përbojnë vendin gjithkund më të mire. Ka Kalifornia shumë vera të mira. Ka Chile shumë vena të mira. Argentina gjithashtu. Tani dalëm në Zelandën e Re në Australi. Kjo është bota e re, i thojnë. Bota e re e prodhimit verës. Bota e vjetër e prodhimit verës është Evropa. Po njerëzit e Evropës kanë shku gjithkund këtu, ku janë shku njerëzit e Evropës, kanë fillu me prodhimin e verëve. Vera është e mire ajo që juve ju pëlqen. Ka vera që janë shumë shtrejta, po unë nuk kam kapacitet një pi ato vera. Unë i pi verat që kushtojnë mesatarisht, po i gjaj shumë të mira. Dhe të flasim pak për Merlot. Merlot, verën tënde. Nga të ka ardhë ideja që të vëhet kjo emër, edhe kemi pa dhe po shikojmë këto shishet shumë të bukura dekorune. Nga ju ka ardhë këto ideja që ti bëni këto? Nga ju ka ardhë? Kur kom punu në kompanin Verli, është një familja Huber, mujtë thamë se ata janë multimiliarder. Se ata punojnë ndërtimtari, vetëm shqiptar në atë firmë janë për 40. Ai ka shpreh dëshirën me mjell një vresht hobi. Edhe shefi i jam, ku kum punu une, pam vetë Recep, në qitë parcel, qëfar hardhije, qëfar varieteti na propozon me mjell. Unë thash po. Në këtë parcel me mjell merlo. Edhe shefi jam pasër se merlo mbillet vetëm të sin, ka na nuk ka merlo, se nuk bëhet.
Unë thash, nëse mu më dëgjoni, do ta mbjell një merlo. Mas me që u ka, u mbjell merlo. Rezultati i cilësisë rushit më i mirë se në tesin dul. Vera, se nga cilësia rushit vjen vera. Edhe vera u bon shumë cilësore. Kompania jame ke shumë falenderus për mu. Përveç asaj, Huberi, familja Huber, ke shumë e kënaqshme me atë varietet rushit. Edhe më tha, si shpërblim, ma dha mu tokën me mjell, a ki qef me mjell rush për veti? Thash, po, unë s'kom pare, s'kom kapacitet. Ai ma mjelli 7 ari e gjys merlo, nën merlon e ti. Edhe unë e prodhoj, prej aty fillova me prodhu merlën teme. Atëherë në kantonin e Argaut nuk ka pas merlo. Sot janë 45 hektar në kantonin e Argaut. Do me thanë, kjo filloj prej meje para 24 vjetë. Edhe met mu merlo emni. Gjithë më thirshin merlo. Edhe ashtu e shënova unë e merlo. Edhe tani me që ato 7 ari e gjysë, mi fali familja Huber, janë shumë të njoftën ata në Zvicër, mi fali ato, unë e prodhoj verën teme. Kur ju më dalë në penzion, profesori i fakultetit juridik, 17 ari vnesht, e shprej dëshirën Recep ti me marrë që vnesht me ma punu. Ja mora atina, i bona 7 ari dhe 17 ari, 24 ari. Edhe Di Leonardo mi dha 13 ari, edhe Huberi 50 ari, sot unë i punoj si pensioner 72 vjeqar, i punoj apër 80 ari vneshta. Atëherë, vera jote e shet, a konsumon për njerëzit e kërkojnë, ku mund të takojnë që ta blejnë, ta marrin? Unë vera jeme tash për tash, unë prodhoj deri në 700 shishe verë. Ato 700 shishe verë, 400 shishe i pi me familjen teme. 400 shishe unë i pi me familjen teme. S'ka nevoj hiq me, se nëse unë nuk i pi ato 400 shishe, unë duhet me ble 400 shishe për mi pi, për mi plosu nevojët e mija. 300 dhe 400 shishe, mi morrin Zvicrant, se e kanë marak venën teme dhe unë ju jap aty ju shes. Atëherë edhe një pyetje kam. E di se thonë, sa më shumë vera të rënë me vite është më e mirë. A është e vërtet? Është e vërtet për disa, jo për të gjitha. Kjo varet prej varietetit të rushit. Venat që prodhohen prej rushit Cabernet për shembull, ose Shiraz, Zinfandel në Kaliforni, këto vena, nëse prodhohet prej kualitetit lartë, prej cilësisë lartë rushit, këto qëndrojnë deri sa tapa nuk i prishet. Varet veç prej kualitetit tapës. E dini ju tapën që mbyllet? Prej cilësisë tapës, nëse tapa qëndron 30 vjet edhe vera qëndron 30 vjet edhe sa për çdo vjet bëhet më e mirë. Për fund desha t'ju thush sa gota mi konsumu në ditë. Po, është një prej, do ta marrë një profesor i Münchenit e ka librën e tij, Kohn-Lehner, Manfred Kohn-Lehner. Ai e ka llogarit se një burr që peshon 95 kg mund të tapin një shishe ven 7 desi e gjys në ditë. Por ato ti ndan 3 gota e gjys, 3 gota e gjys në drejt, 2 gota në darkë edhe mjafton. Është shumë e mirë. Kurse te femrat që i kanë 95 kg pesh, te burrët është një shishe, po te femrat duhet me kon një gjys shishe. Do më thënë 3 desi e gjys mjafton. Por varet edhe prej si mundet me bajt njeri, sa mundet me bajt organizmi i tij. Nëse i punon shneta, nëse ka një esurit mirë në shëndet, ai mundet dhe një shishe verë me pi
nëse është me peshë deri në 95 kg. Atëherë, mësi e përmendet njerëzit që kanë problem me gjakun, me zemrën, me këto gjëra, sa është e preferuar të konsumohet në ditë ose në javë ose çysh shkon kjo? Po, unë këto i kom nga lezimet, se unë vetë nuk kom, do më thanë, unë jom një përdorues i verës dhe pi në moderim, nuk e te kaloj kur njëherë, nuk jom deh me kur me verë, se rakis e pi hiq fare. Pyetja ke se tashti një gotë verë thuhet se është një gotë medicinë. Vera ka një përmbajtje shumë të mire të ekstrakte bimore. Është ajo OPC. OPC është oligomerische procyanidinët. Cyanidinët olimerogerike. Kjo është një medicinë për njerëzit, që shumë i ndihmon. Po, ata që kanë probleme me gjakin, unë nuk muj mësi nuk jam me mjekësis, unë thamë se një gotë në ditë është mirë me provu, se vena ndikon shumë mirë në qarkullimin e gjakit. Një gotë venë, por me ushqimin. Kur hanë ushqim, kur ushqes me vaktin, një gotë verë edhe ja përshtat ushqimit. Çfarë ushqimi ke, qaso vene me pi. Qofse është ushqimi fort, vena me kon ma fort. Qofse është ushqimi peshk, tani me pi një gotë verë të bardhë. Një mesazh për të gjithë shqiptarët tona në banku do janë në botë. Me të vërtetë ishte një kënaqësi e madhe të tregohet një rrugtim e një profesionalistit rreth vreshtave se si konsumohet vera, kjo është një fenomen i madh. Kështu një mesazh për të gjithë shqiptarët. Unë kisha me thënë gjithë shqiptarëve me praktiku verën e jo Coca-Cola pije energjetike. Ato janë shumë dëmshme. Vena është shumë e mire, mi ju largu alkoholve të forta, mi ju largu këtyne pijeve omëlsira energjike, po mi kushtu vëmendje pak ma shumë verës, një gotë dhe 2 gota verë në ditë me ushqimin që e marrin. Sa herë vizitoni vendin e juaj Kosovën? 3 herë shkoj në Kosovë. 3 herë, 2 herë rri nga një muj ditë, e 1 herë rri 2 javë ditë. Edhe kur shkoj atje knaqem. Kënaqësinë më të madhe e kom kur shkoj në Kosovë. Se aty gjurmët, plot gjurmë shoh, edhe të njerëzve që kanë kalu, kanë shku, kanë vdekur. Basë Recep, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësia ime e madhe sot që ishim së bashku në Noli TV dhe thash rrugtimi yt dhe suksesi yt edhe i them të gjithë njerëzve që të konsumoni verën, po jo shumë. Të konsumoni vetëm ka një gotë. Kështu që ne modern. Po. Të falenderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Shumë faleminderit, po sa kom qenë i qartë nuk e di. Sa kom qenë i mirë në këto spjegime nuk e di. Kom pas qef shumë me tregu, po atëherë do t'i lam për hera tjera, edhe do të vi me planet tjera që besoj që ti nuk do të ndalesh ma, do të prodhosh verë sa të mundesh. E kështu që të faleminderit shumë edhe mirë mbeqim deri në emisionet e radhës kur takohemi ndonjëherë. A muj me thënë edhe një lutje? Lutem. Nëse ju edhe Luz Thaqi jeni në Zvicër, ju lutëm paraprakisht me lajmëroni se keni me qenë musafirët e mi. Faleminderit, kënaqësia jonë është me të vërtetë që të jemi së bashku. Pra të nderuar shikues dhe dëgjues, ishte kënaqësia jonë që patëm një ndër vreshtar të suksesshëm nga Kosova në Zvicër, Basë Recep Merlot Kryzio. Mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV në kanalin 39 TV, Aldenimi TV në kanalin 249. Kështu që mirëmbëjtje.